Uji ngrohtë dhe banane, përse duhet i konsumoni në mëngjes? Mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës, por shumë njerëz shpesh nuk kanë kohë të mjaftueshme për të përgatitur diçka të shëndetshme dhe për ta ngrënë atë si duhet. Dhe një prej mënyrave më të mira për të nisur ditën është edhe konsumi i ujit të ngrohtë me një banane. Mjafton që të konsumoni një gotë me ujë të ngrohtë dhe efektet e tyre në kombinim me bananen do t'jenë të menjëhershme dhe të shumëfishta. Ekspertët e cilësojnë në këtë si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese që mund të ndërmerrni në dobi të shëndetit. Përfitimet që do të merrni prej kësaj përzgjedhje do t'jetë një hidratim më i mirë dhe do të keni gjithashtu më pak probleme me tretjen. Do të vini re se metabolizmi do të rritë ndjeshëm dhe do të keni të ngjarë të prekeni më pak nga problemet e ftohjes dhe gripi. Sigurisht këto janë kombinime të çmuara me përfitime të larmishme në dobi të shëndetit.